Temperaturat e ulta kanë përfshirë zonat malore të qarkut Shkodër, duke krijuar kushte të vështira dimrore në disa prej akseve rrugore. Sipas të dhënave zyrtare, temperatura ka zbritur deri në -18 gradë Celsius në qaftore, ndërsa në zonën e Kuplikut, termometri ka shënuar deri në -3 gradë Celsius. Pavarësisht motit të acart, akset malore, Kuplik-Bog, Deda-Erazëm dhe Bog-Theth vijon të jenë të kalueshme për qarkullimin e mjeteve. Megjithatë, autoritetet u bën thirrje drejtuesve të automjeteve të kenë kujdes maksimal gjatë lëvizjes, duke respektuar sinjalistikën rrugore dhe duke përdorur pajisje dimrore si goma dimrore ose zinxhir. Strukturat përgjithëse bëjnë me dije se në qaftore nuk është konstatuar aktivizimi rrezikshëm i ortekëve, ndërsa situata po monitorohet në mënyrë të vazhdueshme. Në terren janë angazhuar grupet e mirëmbajtjes rrugore, të cilat po punojnë për pastrimin e dëborës dhe kriposjen e akseve, me qëllim parandalimin e ngricave dhe garantimin e sigurisë në qarkullim. Autoritetet paralajmërojnë se temperaturat e ulta mund të sjellin ngrica të menjëhershme në segmentet rrugore malore, veçanërisht gjatë orëve të mëngjesit dhe mbrëmjes. Për këtë arsye, drejtuesve të mjeteve ju këshillohet të udhtojnë vetëm kur është e domosdoshme, të respektojnë shpejtësinë dhe të jenë të pajisur me mjetet e nevojshme për përballimin e kushteve dimrore. Ndërkohë, strukturat e emergjencave dhe shërbimeve rrugore mbeten në gatishmëri për të ndërhyrë në raste nevoje, ndërsa situata në akset malore të Shkodrës po ndiqet hap pas hapi.